Mundimi I Zotit tonë Jezu Krishtit si pas gjonit. Jezusi pas darkës së mbram, kaloi bashkë me nxënësit e vet përtej përrojt Cedron. Aty ishte një kopsht, në të cilin hyri ai e nxënësit e tij. Edhe Juda, tradhtori I tij, e dinte atë vend, sepse Jezusi shpeshherë shkonte atje bashkë me nxënësit e vet. Atëherë Juda mori një kompani ushtaresh dhe dira sa rojtarët e tempullit, që ja dhanë kryepriftërinjt e farisejt, dhe ja behu atje me pishat e ndezura, me drica e me armë. Jezusi, që e dinte mirë çka kishte për t'i ndodhur, u doli para dhe u tha: Kë kërkoni? Atëherë Jezusi u tha: Unë jam. Me ta ishte Juda që po e tradhtonte. Kur pra Jezusi u tha: Unë jam, ata u zbrapsen dhe ranë për dhe. Atëherë I pyeti përsëri: Kë kërkoni? Atëherë Jezusi u tha: Ju thash, unë jam. Nëse pra me kërkoni mua, lërni këta të shkojnë. Ndodhi kështu që të shkonte në vend fjala që po t'i thënë: Nuk mora asnjë prej atyre që më dhe. Atëherë Simon Pietri nxori shpatën që e kishte me vete, I ra shërbëtorit e kryepriftit dhe ja preu veshin e djathtë. Shërbëtori quhej Malk. Atëherë Jezusi tha Pietrit: Shqire shpatën e mirë, a mos ta pi gotën që ma dha ati? Atëherë njësia ushtarake me komandantin e mbrojtarët e udenjeve e kapin Jezusin dhe e lidhen. E quan me parë tek ana, sepse ishte vjeri Kajfes, që ishte kryeprifti I atij viti. Kajfa ishte ai që I kishte këshilluar judenjt. Është më mirë të vdes, vetëm një njeri në vend të popullit. Simon Pietri dhe një nxënës tjetër po shkonin pas Jezusit. Nxënësi tjetër I njihej për kryepriftit dhe hyrë me Jezusin në obor të kryepriftit, kurse Pietri mbeti përjashta, te dera. Atëherë ai nxënësi tjetër që njihte kryeprifti doli, foli me drejtoren dhe bëri që të hyjë Pietri brenda. Ndërkaq shërbëtoja drejtore I tha Pietrit: Pietri ju përgjigj: Aty ishin shërbëtorët e rojtarët, kishin ndezur zjarr e po nxeheshin, sepse bënte ftoft. Me të arrinte edhe Pietri e po nxehej. Kryeprifti e pyeti Jezusin për nxënësit e tij dhe për mësimin e tij. Jezusi ju përgjigj: Unë nuk kam folur njerëzve botërisht. Gjithmonë kam mësuar në sinagoga dhe në tempull, ku mblidhen të gjithë judenjët. Nuk fola asgjë fshetas, pse po me pyet mua? Pyeti ata që dëgjuan çka u kam folur. Ata patjetër dinë çka më thënë. Mbas këtyre fjalëve, njëri nga rojtarët e pranishëm I ra Jezusit shuplak dhe I tha: Nëse fola keq, ma vërtetot e keqen. Nëse fola mirë, pse po mbije? Atëherë ana dërgoi të lidhur te kryeprifti Kajfa. Simon Pietri po rinte gjithnjë aty e po nxehej. I thanë pra disa: Ai e mohoi dhe tha: Njëri për shërbëtorëve të kryepriftit
Kushëriri ati të cilit Pjetri ja preu veshin, i tha. Pjetri prap mohoj dhe këndoj gjeli. Atëherë Jezusin e quajnë prej Kajfes, në pallatin e qeveritarit. Ishte herët në mëngjes, e ata nuk hynë në pretorium që të mos bëheshin të papastër, por të mund të hanin darkën e pashkve. Prandaj, Pilati doli jashtë për atyre dhe i pyeti. Ata të cilët e kishin sjell Jezusin thanë. Pilati u përgjigj. Atëherë judenjt përgjigjen. Ndodhi kështu që të shkojnë në vend fjala e Jezusit, me të cilën parafoli, se me që vdekje do të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në pallat, e thirrë Jezusin dhe e pyeti. Jezusi ju përgjigj. A e thua ti ketë prej vetvetes, apo ta thanë të tjerët për mua? Pilati u përgjigj. Jezusi u përgjigj. Mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, atëherë ushtarët e mi do të kishin luftuar që të mos bine dorë të judenjve. Por se mbretëria ime nuk është prej këndej. Atëherë Pilati i tha. Jezusi ju përgjigj. Mirë thua, unë jam mbret, e unë linda dhe erdha në botë për të dëshmuar të vërtetën. Kush e do të vërtetën, ai e dëgjon fjalën time. Pilati i tha. Si foli kështu, Pilati doli prapë para judenjve dhe u deklaroi. Unë nuk zeme të përfartoj, tashti ndërior sa të të një rajti këtë përbosh. Ata një pra, të një rajti brejti të një rajti. Por ata vërtiten prapë. Jo këtë, por Baraba. E Baraba ishte cup. Atëherë Pilati mori Jezusin dhe urdhëroi të rrahej me frushkuj. Ushtarët gërshëtuan një kuror ferrash, e ja vuan në kokë dhe i veshin një mantel të kuq. I afroheshin dhe i thoshin. Dhe i binin flakaresha. Atëherë Pilati doli përsëri për jashta dhe u tha. Atëherë Jezusi doli jashtë me kuror ferrash e me mantel të kuq. Pilati u tha. Por se kur e pan kryeprefterinjt dhe rojtarët bërtiten. Pilati u tha. Judenjt ju përgjigjen. Pilati, kur e dëgjoi këtë fjalë, u trembe edhe me tepër dhe hyri prapë në pallat e i tha Jezusit. Jezusi nuk i dha përgjigje. Atëherë Pilati i tha. Mua nuk e përgjigjesh, a nuk e di se ka pushtetë të liroj, e ka pushtetë të përgjigj. Kur farë pushteti Zot kishte mbi mua, po të mos të ishte dhënë prej së larti. Prandaj, ai njeri që më dorëzoi tek ti, ka mëkat më të madh. Që atëherë Pilati kërkonte ta lëshoj, por se judenjt bërtitnin. Nëse liron këtë, nuk e di Cezari. Kush do të mbledhë mbret, është unë Cezari.
Kur Pilati dëgjoi këto fjalë, e nxori Jezusin për jashta, u ul në selirin e gjykatores në vendin që quhet Kaldrem, e hebraisht Gabatha. Ishte dita përgatitjes së Pashkve, rreth orës 6. Pilati u tha judenjeve. Ata atëherë bërtiten. Pilati u tha. Krerët e prefterinjeve u përgjigjen. Atëherë u adërzoi të kryqëzohej. E morën pra Jezusin. Jezusi, duke mbartur ai vet kryqin e vet, doli në vendin që quhet Kafka, hebraisht Golgota. Atje e kryqëzuan e bashkë me të edhe 2 të tjerë, njërin në një anë e tjetrin në anën tjetër, kurse Jezusi në mes. Pilati e shkroi dhe mbi shkrimin dhe vuri në kryq. Ishte shkruar: Jezu Nazareni, mbreti i judenjve. Këtë mbishkrim e lexuan shumë judenj, sepse vendi ku e kryqëzuan Jezusin ishte afër qytetit. Ishte i shkruar hebraisht, latinisht e greqisht. Atëherë kryepriftërinjt e judenjve i thanë Pilatit: Mos shkruaj, mbreti i judenjve, por se ai tha, unë jam mbreti i judenjve. Pilati u përgjigj. Shkrova. Ushtarët, pasi e kryqëzuan Jezusin, i morën petkat e tij e sipërmet e tijat dhe i ndanë në 4 pjesë, secili nga një pjesë. Morën edhe petkun e poshtëm. Ky nuk ishte i qepur me pola, por i punuar për një cope për një maje e në fund. Prandaj i thanë njëri tjetrit: nuk po e ndajmë në pjesë, por po qesim short kujt i bjerë. Ndodhi kështu që të shkoj në vend fjala e shkrimit të shenjtë. I ndanë me syre petkat e mia, e mbi petkun tim hadhen short. Ushtarët bën pikërisht ashtu. Në këmbë përbir kryqit e Jezusit qëndronin nëna e tij, pastaj motra e nënës së tij, Maria Klopajt edhe Maria Magdalin. Jezusi, kur pa nënën e vet dhe pranë saj nxënësin që donte, i tha nënës: Grua, ja yt birë, pastaj i tha nxënësit: ja nëna jote. prej asaj ore, nxënësi e mori me vete. Pastaj Jezusi vetëdijshëm se u krye gjithçka, që të shkoj në vend fjala e shkrimit të shenjtë, tha: Kam etje. aty ishte një jem plot me uthull. Në majt e kallamit e Elizopit vu një shpuz plot me ufull, e ja afruan te goja. Jezusi, posa e kërkoi uthullen, tha: Gjithçka u krye. uli kryet edhe a shpirt. Atëherë judenjt, pasi ishte dita përgatitjes dhe që trupat të mos mbeteshin në kryq të shtunen, e ajo e shtun ishte ditë e madhe, i bën lutje Pilatit që të kryqëzuarve të thyeshin kërcint dhe të uleshin prej kryqit. Erdhen pra ushtarët e të parit e të dytit që ishin të kryqëzuar me të, u a thyen kërcint. Kur erdhen te Jezusi,
si panë se kishte vdekur, nuk ja thyen kërcint, por njërë për ushtarëve me hesht, ja shpëroi kraharorin dhe me njëherë rodhi gjakë ujë. Dëshmon ai që pa, e dëshmia ti është e vërtet. Ai di se flet të vërtetën që dhe ju të besoni. Në të vërtet, ndodhi kështu që të shkont në vend fjala shkrimit të shenjtë. Asnjë asht nuk do t'i thyhet. E në një vend tjetër, shkrimi i shenjtë thot, do t'a shohin atë që shpëruan. Pastaj, Jozefi prej Arimates, i cili është nxënës i fshetit Jezusit, për shkak të drojës së judenjeve, ju lut Pilatit ta lejonte të zbriste prej kryqit trupin e Jezusit. Pilati dha leje. Atëherë erdhi Jozefi e mori trupin e Jezusit, erdhi edhe Nikodemi, ai që pati ardhur te Jezusi, dikur më parë natën, dhe solli rreth 100 libra mirë e aloet e përzier. E morën pra trupin e Jezusit dhe siç është zakon të bën ndër juden, kur varrose dikush, e mbështollën në pelhor dhe e preruan me irat e mira. Në atë vend ku Jezusi që kryqëzuar, ishte një kopsht, e në kopsht ishte një varr i ri, në të cilin ende nuk ishte varrosur kush. Aty pra, për arsye të përgatitjes së judenjeve, me qenë se varri ishte afër, e shtinë varri Jezusin.